Mirëmëngjesi për ju në studio, mirëmëngjesi për të gjithë shikuesit e Kuavizionit. Atëherë siç e përmendë edhe ti, do të thotë rezultatet e provimit të maturës shtetërore, ka disa ditë që janë publikuar, por këto kanë shënuar edhe fundin e një etape të rëndësishme sa i përket mira maturantëve dhe të cilët po ashtu do të kenë tashmë edhe një fillim të ri, sa i përket rezultateve dhe po ashtu edhe sa i përket një teme që është kthyer kështu në diskutim publik duke folur kështu më shumë edhe në lidhje me kopjimin dhe po ashtu edhe në lidhje me fotografitë të cilat janë dërguar, fotografitë të tezit që janë dërguar, qoftë gjatë provimit, gjatë mbajtjes së provimit, apo qoftë edhe para tij. Të gjitha këto do i flasim me zotrin Rinor Xhaja nga Instituti Edward, i cili do të na tregojë pak më shumë detaje edhe në lidhje me cilësinë e arsimit në Kosovë, por po ashtu edhe në lidhje me atë se çka na tregojnë rezultatet e fundit të provimit të maturës shtetërore. Zotri Rinor, mirëmëngjes, faleminderit shumë, është kënaqësi që të kemi. Mirëmëngjes, mirë se na ardhët. Faleminderit shumë juve për pritjen, po e nisim fillimisht të bisedën në lidhje me atë se si keni parë rezultatet e fundit, do thotë të provimit të maturës shtetërore. Rezultatet e tezit maturës nuk është se ndryshojnë diçka ndër vite, pra është i njëjti trend statistikor, po më e keqja është i njëjti trend i problemeve që kanë bëjë me shpërdorimet si produkti mos ose keq administrimit. Tash sa është kjo e theksuar nga vitin e vet, ajo që na ndjem keqardhje padyshim është mos reagimi institucional me garantuar një vlerësim meritokratik që meriton çdo nxënës për një filtrim të duhur nga ky vlerësim. Si qëndron situata, nëse mundem me ndal pak edhe me analizu sa i përket edhe lëndëve në të cilat maturantët kanë pasur sukses, cilat janë disa prej lëndëve të cilat kanë dalë pak më të suksesshme sa i përket nënshtrimit të këtij provimi dhe cilat janë ato më pak të suksesshme. Ajo që ka padyshim është shumë e dukshme është ngecjet në lëndët e gjuhë, matematikë dhe shkenca, që kjo është në korrelacion të drejtë atje dhe me të njëjtin rezultat edhe në teste standardizuar ndërkombëtare. Ky është një alarm shumë i madh, pasi që na dëshmon që nxënësit tonë me vërtet mungojnë në shkasi, aftësi dhe njohuri në këto fusha kryesore që janë determinuese për çka do në rrugtimin e tyre të tema akademik. Kush është ajo vëmendja që kjo duhet të na vëjë, padyshim është tek mësimdhënia në klasë. Pra është një ngecje që nuk po arrin të na konvertoj çatë mësimdhënien në rezultatet e arritura për ta nxënës. Zotri Rinor, ne kemi parë që dhe gjatë provimit, do të thotë gjatë mbajtjes së këtij provimi, ka pasur edhe fotografi të publikuara sa i përket të testit, qoftë ai testi i njëjtë që kanë qenë duke mbajtur, do të thotë i kemi parë këto publikime të fotografive dhe në fakt kanë ngjallur një diskutim publik. Sa e kanë dëmtuar këtë rast e besueshmërinë në maturën shtetërore? Besueshmëria është e dëmtuar. Mirë po tash këto raste janë spontane, sporadike, të shpërndame gjithandej, po që pastaj kthehen në dëm për nxënësin, pasi që ky administrim në rigorozitet selektiv, pra një klasë administrohet mirë, po tjetra jo, kjo pastaj është në padrejtësi për te asaj që nuk na sjell rezultate të besueshme, është padrejtësi në vete për ata nxënës pjesëmarrës të këtij testimi. Andaj edhe përgjegjësia e institucionit me garantuar një vlerësim shumë meritokratik dhe të barabartë mbi gjitha, pasi që në fund të ditës interesi jonë është që testi i maturës më shërby si një instrument i filtrimit të maturantëve për shkollimin universitar. Apo shërben faktikisht si një, do të thotë apo shërben kështu duke qenë se ne e dim që jo çdo herë dhe testet janë si matësi asaj se sa kanë ndjen nxënësit. Testet standardizuar do duhet të ishin matëse të dijes së nxënësve, mirë po fatkeqësisht tash kur mungon administrimi i mirëfillt, këto nuk janë. Mirë po e keqja është që këto për shkak të këtij administrimi jo të mirë, aty një nxënës ti merr mbi 80-90 pikë dhe regjistrohet mjekësia atje, bëhet mjek dikur. Pra që kjo është ajo padrejtësia që kthehet në dëm të përgjithshëm shoqëror, për të cilën pak po flasim, pasi që kjo problematik në vete shpërdorimit në test të maturës shkon përtej një kopjimi të asaj dite, është një problem shumë i theksuar me pak shumë të madh në shoqërinë tonë. Zotri Rinor, duke marrë parasysh edhe këto rezultate, kisha dashur me di cilat janë disa prej rekomandimeve që i keni sa i përket institucioneve përkatëse, nisur nga Ministria e Arsimit. Tash edhe Ministria e Arsimit nuk është në dieni se kush janë problemet, veç nevojitet reagimi institucional. Pra na sa dush mundu me folë nga larg, mirë po shumë e rëndësishme që institucioni me reagu një shumë të fuqishme karshi administruesve që
nuk e respektojnë dhe nuk e kanë qatë disiplinë në administrim të testimit, mi filtru në mënyrë të duhur, jo një javë para testimit, po një vit më herët nga tash për vitin hershëm, ata mësimdhënë që në të vërtet kanë të dëshmuar një etikë të punës, të përkushtimit në administrim të mirë të testimit, dhe me përdisu tutje qendrat e testimit, qoftë në vëzhgim të kamerave, qoftë në rritje të numrit të administruesve, qoftë në rritje të numrit të mbikëqyrësve, në mënyrë që na garantu qatë mekanizmin fillestar të organizimit të testimit që shdohet, po mbi gjitha edhe llogaritënien e mirë instaluar. Pra, kushdo që shpërdoron në test maturës, duhet me ndje ndëshkimin. Po jo ndëshkimi me ardhë jasaj dite me largim nga qendra vetëm, e mu kthy pastaj në ritestim. Po diçka që përjetohet dhe kuptohet si model edhe për kudo tjetër që në të ardhmen jam mësyn me shpërdoru nga nxënësit, po edhe kushdo tjetër që në të ardhmen tenton të bëjë këtë nga administruesit. Zotëri Rinor, në di që i përcjellni këtë raste dhe po ashtu i përcjellni dhe i monitoroni, analizoni mbajtjen e provimit të maturës dhe po ashtu ndër vite shihni se çysh ka qëndruar situata. Kisha dashur me ditë se çysh ka qëndruar një kohë më afatgjatë, do thotë nëse flasim para 10 vjetëve dhe tashmë nëse flasim në këtë kohë të inteligjencës artificiale, sa po ndikon e gjithë kjo të nxënësit dhe po ashtu edhe të rezultatet e tyre, jo vetëm sa i përket provimit të maturës shtetërore, por edhe sa i përket provimeve të tjera. Tash inteligjenca artificiale padyshim është një revolucion i jashtëzakonshëm i cili po sikur të mirë përdoret mund të kapitalizojë jashtëzakonisht shumë. Po aktualisht kemi një diskrepancë jashtëzakonisht madhe, pasi që i kemi nxënës atje që kanë qasje pak u vizuar në telefona për shihin inteligjencë artificiale dhe përgjithsisht mësimdhënës që kanë qasje në telefona, po që shumë pak ashkasi dhe aftësi për të shfrytëzimit të inteligjencës artificiale. E që është e fundit është përgjithësi institucioneve që me rrit përgatitjen dhe kompetencën e mësimdhënësve në mënyrë që edhe ata me përdor inteligjencën artificiale për mësimdhënie, qoftë në planifikim, qoftë përgatitje të aktiviteteve, zhvillim të instrumenteve të vlerësimit. E tani ka kuptim edhe përdorimi i inteligjencës artificiale nga nxënësit. Që me lënë veç nxënësit me përdorën inteligjencën artificiale, atëherë padyshim që s'ka kuptim edhe ora mësimore, se kthehet në një problem të njëtrajtshëm. Zotëri Rinor, të falenderojmë shumë për të gjitha informacionet dhe falenderojmë shumë për kontributin sa i përket kësaj pjese. Faleminderit juve. Kënaqësi. Atëherë erza ishim pra me zotërin Rinor Çaja, i cili na tregoi pak më shumë detaje në lidhje me cilësinë e arsimit në Kosovë dhe po ashtu biseduam edhe në lidhje me mbajtjen e provimit të fundit të maturës shtetërore. Nga këtu unë po e kaloj linjën te ju në studio.